Jam sot këtu për t'u informuar ju dhe qytetarët e Tiranës e të mbarë Shqipërisë se midis kandidaturave shumë të mira që kanë ardhur direkt nga drejtues dhe personalitetet Partisë Demokratike, tashmë të bëra publike, për cilat unë kam vlerësimin më të madh. Kandidaturave realisht të personaliteteve të pavarura nga fusha të ndryshme, nga Shqipëria dhe nga diaspora. Partia Demokratike duke falëndëruar me mirënjohje se cilin prej atyre që vendosi të paraqes kandidaturën e tij në shërbim të qytetarëve të Tiranës dhe përballjen me të keqen e këtij vendi që është Edi Rama, informon se grupi i mandatuar nga Partia Demokratike do paraqes aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Shpresoj që aleatët, opozitarët, të bashkohemi në këtë mbështetje ndaj një personaliteti me reputacion të gjerë, tek i cili gjen veten më shumë se kushdo tjetër të përfaqësuar qytetarët e Tiranës. Ai ishte për vite me radhë yll apo super yll i çfaqjes shout më të shikuar të vendit dhe në çdo rol interpretimi i tij ishte më i pëlqyeri, ishte i përsosur. Florian Binaj është nga ata artistë që konsideron kauzat qytetare si kauzat të tij. Dhe të gjithë ju jeni dëshmitar të betejave që ai ka bërë së bashku me të tjerë në mbrojtje të këtyre kauzave. Ai së bashku me bashkëpunëtor, me ekip, kanë ndërtuar dhe paraqesin një nga emisionet investigative më të shikuara
piranjat, të cilat Edi Rama i tmerrur, i përzuri nga televizioni ABC dhe u zhvendosen tek televizioni Syri. Pra, mund të themi se në këtë kontekst Florian Binaj, së bashku me ekipin drejtues të piranjave dhe stafin, janë në linjën e parë të luftës kundër korrupsionit, kundër kësaj dukurie shkatrimtare për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndaj dhe njëherë ftoj aleatët dhe të gjithë opozitarët, ftoj qytetarët të mbështesin këtë kandidaturë si kandidaturë që i bën nder çdo qytetari dhe kryeqytetit të vendit. Sa i pavarur është Florian Binaj që punon të Syri televizion? Aq sa që ishte kur punon të tek ABC News. Ka që i pavarur, të garantoj. Nuk e hoqi Edi Rama nga ABC News me fugën e tij, që tani është zhdukur. E ke di një gjë për atë fugën ju, keni gjë ndonjë ide ku është ai njeri? Se kërkohet nga skapi. Sipas disa dhanave ai duhet ishte me velin aty. Imagjinoni të, tani Edi Rams i arratiset, i zhduket, s'mund them, s'di se ku është. Njeriu më i afërt i tij. Se nëse ka patur një njeri të afërt, më të afërt, ishte Henri Fuga. Ku është ai? Po menaxhon paratë e Edi Ramës në dhenat largëta? Ka ik nga skapi? Ku është ai? Ç'është kjo? Errësirë. Vazhdoj. Pra, nuk ishte tek Syri, patën kurajo dhe i dhanë hapësirën, por ai ata kishin ndërtuar piranjat, siç e dini ju vetë, tek ABC. Po pse e përzuri Sokol Balla, jo Sokol Balla, Edi Rama, sepse aty ka zbatuar urdhrin e Edi Ramës. Dhe Henri Fuga, s'është punë e tij, ai sigurisht qëndroi, se dhe mund ta linte, mund thoshte që ja. Atëherë, ju duhet të shtoni pyetjen, a i shërbejnë piranjat interesit qytetarëve? Unë mendoj se i shërben dhe çdo gazetar që merret me investigim dhe ndëshkon dhe u thot qytetarëve të vërtetat, meriton respekt pa diskutueshëm. Nuk ka të lidhje me. Ai ishte atje, ata e përzun. Nuk e toleronte Edi Rama, Edi Rama ka të merë. Është i sfazur, po ta vini re. Vini re ju. është i sfazur. Ka rënë është viktime e bëmave dhe gjemave të tij.